Dalim pak në fushatën elektorale në Kosovë, cila tashmë ka nisur plotësisht. Kryetari dhe kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, në hapje të fushatës zgjedhore në Prizren, ka prezantuar 4 shtyllat e programit të tij: zhvillim ekonomik, mirëqenia, arsimi dhe shëndetësia, drejtësia, mbrojtja dhe politika e jashtme, duke u zotuar se qeveria udhëhequr nga ai do të punojë me të gjithë. Hamza ka premtuar 50% rritje pagash për të gjithë zyrtarët publik. Pra, qytetarët janë lodhur, familjet janë të shqetësuara, Kosova është e lodhur. Kjo është arsyeja pse unë kandidoj për kryeministër. Ne nuk zhvillojmë politika që prodhojnë kriza. Ne besojmë në politika që krijojnë mundësi dhe zgjidhin probleme. Sot Kosova ka një qeveri që e reagon, por ka nevojë për një qeveri që parandalon dhe zhvillon. Sot Kosova ka një qeveri që justifikohet, por ka nevojë për një qeveri që punon. Le ta themi qartë, edhe këtu para jush në Prizren, politika shndërrohet në fushbetej. Asnjë familje nuk ndihet e sigurt pas stabilitet shtetëror. Asnjëri nuk shet ardhmen aty ku sindon kaosi. I kemi provuar 5 vjet të gjitha këto. Nuk funksionuan. Tani është koha për bashkim. Për bashkimin tonë të ecim përpara. Unë besoj se qytetarët e Kosovës din të dallojnë, din të shohin për te zhurmes, din të zgjedhin të ardhmen. Mes kaosit dhe stabilitetit, zgjedhja është e qartë. Mes improvizimit dhe planit, mes përçarjes dhe bashkimit, PDK është zgjedhja.